Përplasja diplomatike mes Ankaras dhe Berlinit u bë e dukshme gjatë konferencës së përbashkët për shtyp midis presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe kancelarit gjerman Friedrich Merz, gjatë vizitës së tij zyrtare në Turqi, që prej marrjes së detyrës Erdogan kritikoi ashpër qëndrimin e Gjermanisë te konflikti në lindjen e mesme, duke akuzuar kancelarin për ignorancën ndaj gjenocidit që po krye Izraeli në Gaza. Në të kundërt, Merz mbrojti pozicionin gjerman duke theksuar se Berlini do të qëndrojë gjithmonë me vendosmëri në anën e shtetit të Izraelit, por shtoi se kjo nuk do të thotë mbështetje e verbër për çdo vendim të qeverisë izraelite. Megjithatë, pavarësisht debateve të forta mbi çështjen palestineze dhe organizatën Hamas, të dy udhëheqësit u përpoqën të theksonin rëndësinë e marrëdhënieve strategjike mes dy vendeve. Mediat gjermane raportuan se marrëveshja kufizohet vetëm në politika në lindjen e mesme, ndërsa pjesa tjetër e vizitës u karakterizua nga një frym bashkëpunimi dhe mirëkuptimi për çështjen e sigurisë dhe ekonomisë. Shtypi gjerman vuri në dukje rolin që luan Turqia në arenën ndërkombëtare, duke i cilësuar Erdoganin si një aktor kyç në proceset e paqes në lindjen e mesme dhe negociatat për armëpushimin në Gaza. Kancelari Merz e falenderoi publikisht në përfshirjen e tij në këto përpjekje diplomatike dhe diskutoi me të mbi mënyrat e sigurimit të një procesi të qëndrueshëm paqeje. Të dy vendet si anëtare të NATO-s dhe partnerë të ngushta ekonomike synojnë të forcojnë bashkëpunimin në fushën e sigurisë, tregtisë dhe migracionit, edhe pse ndasitë ideologjike mbi lindjen e mesme mbeten një pengesë e dukshme në raportet gjermano-turke.